Programi i kabinetit të ri qeveritar për 4 vjeçar në vijim ishte ambicioz drejt një zhvillimi të qëndrueshëm të vendit. Kështu është shprehur gjatë një interviste që dha këtë të shtunë për televizionin 6+1 Vlora, deputeti i Vlorës Vullnet Sinaj. Sinaj kritikoi qëndrimin e opozitës që pengoi kryeministrin gjatë prezantimit të programit dhe që aktualisht kërkon ripërsëritjen e saj në seancë. Deputeti socialiste vlerëson programin e qeverisë tepër ambicioz. Po nuk nisi shumë mirë puna e parlamentit pasi nuk mundet që opozita të pengoj prezantimin nga kryeministri të programit të qeverisë, të cilin unë e kam lexuar me vëmendje, është një program ambicioz që ka marrë parasysh antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe ata deputetët e opozitës të cilët krijuan situata që të mos kishin mundësi për ta prezantuar kryeministri atë program, sot kërkojnë që të ribëhet edhe një herë. Kështu që kaloi pa programin besoj që kushdo nga deputetët e ka në dorë, besoj që kryeministri e ka bërë disa herë atë të qartë në Asamblen e Partisë Socialiste bëri një ekspozit të programit të qeverisë Rama 4 për zhvillimin e vendit dhe për rrugën që do ndjeki drejt Bashkimit Evropian. Sipas deputetit të Vlorës Vullnet Sinaj, fokusi i mandatit të 4 për socialistët është parafrimi me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Në aspektin personal, në këtë mandat të tretë si deputet, Vullnet Sinaj tha se do të mbajë premtimet që u ka dhënë banorëve të Vlorës dhe Selenicës, ndërsa vendosi theksin tek azhurnimi tokave bujqësore dhe certifikimi pronave. Fokusi i qeverisë është parafrimi i legjislacionit ton me kërkesat e Bashkimit Evropian, po jo vetëm i legjislacionit, por edhe i jetës në vend, i aktivitetit, i zhvillimit të Shqipërisë në përshtatje me kërkesat që ka Bashkimi Evropian për një vend që do të antarësohet në Bashkimin Evropian. Unë si deputet kam ato kërkesat e mia që kanë të bëjnë në lidhje me kërkesat që kanë qytetarët e Vlorës, për ato që më kanë shprehur mua gjatë fushatës, qytetarët e Selenicës, për ato që ata më kanë kërkuar mua, ato të Sarandës, të Konispolit, të Delvinës, që ja kanë disa gjërat përbashkëta, siç është azhurnimi i tokave bujqësore dhe certifikimi i pronave.